Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. U kritikua në rrjet për heshtjen e saj ndaj çështjes së Zvërnecit. Kiara Tito reagon. Pas kritikave dhe presioneve të shumta nga ndjekësit në rrjetet sociale lidhur me heshtjen e saj për ngjarjet në Zvërnec, Kiara Tito ka thyer heshtjen përmes një postimi në Insta Story. Moderatorja ka ndarë një mesazh të gjatë ku sqaron pozicionin e saj, duke u shprehur se përpara se të fliste ka preferuar të informojë saktë mbi situatën. Shumë njerëz më kanë pyetur pse nuk kam reaguar menjëherë për ngjarjen e Zvërnecit. Heshtja nuk është mungesë qëndrimi. Ndonjëherë është respekt për të vërtetën. Për këtë arsye kam preferuar të pres, të dëgjoj dhe të kuptoj më shumë përpara se të flas. Kur zgjedh të them diçka e bëj sepse e ndjej, jo sepse e kërkon algoritmi apo opinioni i ditës. Më tej Kiara ka hedhur poshtë zërat se dikush mund t'i ketë kërkuar të mos flas, duke bërë thirrje që vëmendja të përqendrohet te çështja kryesore dhe jo te reagimet e personazheve publike. Askush nuk më ka detyruar të hesht. Lërini teoritë konspirative më një anë dhe përqendrohuni te thelbi i problemit. Në fund të fundit, më e rëndësishme se kush flet apo kur flet, është ajo për të cilën po flasim. Në mbyllje të reagimit të saj, ajo ka kërkuar drejtësi dhe zbardhje të plotë të situatës nga institucionet, duke treguar mbështetjen e saj për mbrojtjen e zonës.